Mirë mbrëma, përshëndes kretë demokrat, kurbi të Tiranës dhe kretë Shqipërisë. Ju bëj thirrje, kush ka vesh me një gjuhë, kush ka sy me shiku. Edi Rama është një hajdut, një kriminal, me shpejtësi duhet lërgu. Dhe ju bëj thirrje, gjithë partive vogla, i bëj thirrje, gjithë të bashkohen, a mos dalin një parti i ditë parti atje. Bashkohen atë gjithë me një të Zotit do të largën. Ky është një hajdut kriminal. Dhe mirë. Ja fjallën doktor profesor Sali Berishas dhe Zoti e rujt dhe një kryetar partije ka, nuk ka ishin kryetar. I bëj thirrje Bamir Tapit, o Bamir Tapi, të vrap Zoti, edhe lull bravës e tjerë. Të rujt Zotis doktor Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetare, të pranishëm sot në këtë shesh, qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë, një përshëndetje të përzemër vllazërore, të nderuar deputet të opozitës, drejtues të Partisë Demokratike, të nderuar protestues të Partisë Shqipëria Bëhet, sonte ne mlidhemi për të shpallur para jush këtu, për të shpallur para mbarë shqiptarve, se Partia Demokratike nis betejën e saj përfundimtare për fitoren e opozicës, për fitoren e shqiptarve. Miqtë e mi, parafolësit këtu theksuan se Edi Rama është një hajdut i papërmbajtur, por në të gjitha ligësitë e njeriut, ajo që shtërron guximin më shumë është vjedhja. Ndaj dhe Edi Rama është frikacaku më i madh që ka njohur Shqipëria në atë detyrë. Vetëm një moment, shikoni se ç'bën çdo natë me Adriatik Llapajn, në protestë e tij më qytetare, më civile. Dhe një karriga aty, disa mjete, dhe proteston në emër të çdo qytetari. Çdo ditë, me orë të tëra, policia, banditët, ja u heqin çadrat, i heqin tovolinën, i heqin ujin, me akte banditeske. Pse kjo? Sepse ai është krye frikacaku i kombit. Krye hajduti i kombit është dhe krye frikacaku i kombit. Dhe u garantoj unë ju, se ai është aty, se ai vjedh shqiptar ditë e natë, s'ngopet kurrë, e the bukur. E thot bukur. Po, Gzim Sadiku,
Ai s'ngopet kur, ai bën të gjitha këto, vetëm për shkak ton. Duhet jemi të vërtet me veten tonë. Se e lejojmë ne. Se ju api u fjallën nderit, se kur ta zamë të shesh, me betimin që nuk e lëshojmë, pa largimin e tij, ai do ja mbath. Po mi. Por, duhet të them këtu, koha ka kaluar sigurisht, megjithatë vim më të vendosur se kur. 2 mbledhje janë bërë 2 ditë të fundit nga forumet e Partisë Demokratike, kryesia e saj dhe grupi parlamentar. Kanë dalë me një vendim solem. Ti përvishemi gjerën fitore. Kanë dalë me një vendim solem. Se rrugë tjetër, përveç protestës, përveç përballjes, përveç kacafytjes me te, nuk ka dhe nuk mund të ketë. Miq, dhe për të gjithë shqiptarët, i ftoj ta shqytojnë votën ja u shkelmon. Duke u shkelmon votën i poshtron, shkelmon lirinë e tyre. Votën në zgjedhjet e fundit për ta blerë. Fali 2 miliardë euro 88.000 bizneseve. Në një kohë kur 760.000 pensionistë nuk blejnë dot ilaçet, nuk sigurojnë dot kafshatën e muajit. Votën e rëmbeu me bandit të administratës amoral që shtrojnë misionin e tyre, detyrën e tyre në shërbim qytetarëve, në plaçkisë dhe grabitës të votës tyre. Votën e grabiti me banda, me bandit, me kriminal, me kartel të drogës. Por, në dallim nga çdo herë tjetër që nga 2001 i gjerë sot, e kapën për fyti. Ja u faktuam shqiptarëve dhe botës, se ky është armik i votës lirë shqiptarëve, armik i demokracisë shqiptare. Në të drejtën tonë, në të drejtën e Zotit, në guximin tonë, ne nuk duhet të ndahemi as një minutë, gjersa ta largojmë nga skena këtë kriminal të votës lirë.